Mbrëmjen e kaluar në familjen e njohur Jashari mbizëtroi atmosfera festive dhe emocionet e veçanta, pasi një nga djemtë e familjes ka shënuar një hap të rëndësishëm në jetën e tij personale. Hamz Jashari i ri i ka dhënë fund beqarisë duke kurorzuar dashurinë e tij me Fejes, pranvajzës që prej kohësh kishte fituar zemrën e tij, Enesa Imeri. Lajmi është pritur me gëzim nga familjarët dhe të afërmit, të cilët u mblodhën për të ndarë këtë moment të veçantë me çiftin. Ceremonia e fejesës u organizua në një rreth të ngushtë familjar, në një ambient të ngrohtë dhe plot emocion, ku nuk munguan urimet, buzëqeshjet dhe momentet prekëse. Çifti u shfaq i lumtur dhe i përkushtuar ndaj njëri tjetrit, duke reflektuar qartë lidhjen e fortë që kanë ndërtuar. Enesa Imeri është vajza që tashmë mban titullin e nusës së familjes Jashari. Ajo njihet si një bukuroshe elegante dhe e përkushtuar, e cila prej kohësh është aktive në botën e modelizmit dhe modës. Enesa është e angazhuar profesionalisht në këtë fushë, duke tërhequr vëmendje me paraqitjet dhe stilin e saj. Me këtë fejes, lidhja e Hamzës dhe Enesës është zyrtarizuar duke hapur një kapitull të ri në jetën e tyre dhe duke shënuar një moment të rëndësishëm jo vetëm për çiftin, por edhe për familjen Jashari. Urime çiftit për këtë hap të bukur dhe urojmë që rrugtimi i tyre së bashku të jetë i mbushur me dashuri, harmoni dhe lumturi.